ADHD-ja ka në fakt formën e ADHD-s, pra problematika me deficit të vëmendjes apo mosmbajtjen e vëmendjes në situata të caktuara, të cilat kërkojnë një vëmendje selektive, pra një vëmendje përzgjedhëse, që mund të jetë vizive, pra detyra që kanë të bëjnë me perceptimin viziv apo me atë auditiv të dëgjuarit apo me një aktivitet tjetër, por njëkohësisht forma e ADHD-s kryesore ka si tipar klinik të shtuar edhe hiperaktivitetin dhe impulsivitetin. Përveç kësaj, mund kemi edhe forma të ADHD-s në cilin të jetë i mbizotrues vetëm hiperaktiviteti dhe impulsiviteti pa problematika të vëmendjes, apo një formë tjetër që quhet ADD, Attention Deficit Disorder nga akronimi në anglisht, në të cilin individi apo fëmia ka vetëm problematika me vëmendjen dhe nuk ka problematika të hiperaktivitetit dhe impulsivitetit, dhe këto format e fundit janë një çik më të vështira për të diagnostikuar, sepse sigurisht që një fëmijë apo një rritur që qëndron në vend, që nuk lëviz, që nuk është hiperaktiv dhe nuk është impulsiv, të bën të mendosh që është okay, nuk ka gjë që nuk shkon me këtë individ apo me këtë fëmijë, pavarësisht se mund të ketë problematika të mëdha me përqendrimin.